Përse ADHD-ja mbetet shpesh e pa diagnostikuar tek vajzat dhe a është e shërueshme? ADHD-ja mbetet e pa diagnostikuar tek vajzat, në fakt kohët e fundit ky mit ka rënë. Pra mendohet që sepse vajzat nuk kanë kryesisht atë formën me predominim të problematikave vetëm të vëmendjes, pra të deficitit të vëmendjes apo mospasjes së vëmendjes në detyra që kërkojnë vëmendje selektive dhe ndërkohë nuk e kanë në klinikën e tyre shenjë kryesore apo shenjë dominante hiperaktivitetin dhe impulsivitetin. Dhe duke qenë të tilla, duket sikur ato qëndrojnë ulur aty në bankë dhe thjesht nuk janë aty, thjesht janë të përhumbur, thjesht duket sikur shikojnë ëndra me sy hapur. Dhe një fëmijë i tillë apo një individ i tillë nuk përbën problem për klasën, nuk përbën problem për mësuese, nuk përbën problem për prindin. Dhe duke qenë se nuk arrin të lëvizi apo nuk ka këtë hiperaktivitetin apo impulsivitetin e shtuar dhe nuk pengon grupin në thonjza, sigurisht që janë raste dhe forma që kalojnë pa u vënë re. Dua të përmend edhe diçka tjetër, që ashtu si ne për autizmin themi që individët me autizëm që janë verbal, që arrin të zhvillojnë gjuhën e folur, që kanë gjuhë komunikim, që janë me funksion të lartë, por kanë problematika sociale dhe janë dhe klasifikohen në çrregullimet spektrumit të autizmit. Zhvillojnë fenomene të tilla si maskimi apo kamuflimi, pra tentojnë të maskojnë apo kamuflojnë shenjat e tyre. E njëjta gjë ndodh dhe në ADHD apo në ADD dhe kryesisht vajzat e kanë shumë të theksuar këtë pjesë. Pra arrin të maskojnë, arrin të frenohen, arrin të me zor, por arrin të menaxhojnë veten dhe imitojnë, sillen si pjesa tjetër e mjedisit rrethues, si shoqet dhe shokët e klasës, që të mos identifikohen si problematike apo ndryshe nga mësuesja apo nga shoqet dhe shokët e klasës. Dhe meqense fenomeni i maskimit dhe i kamuflazhit e kanë shumë më të lehtë apo shumë më tepër i pranishëm tek vajzat, prandaj diagnostikimi i ADHD-s apo ADHD-s është pak më i vështirë në vajza se sa në djem. Por në planin afatgjat nuk është okay, sepse nëse maskimi dhe kamuflimi vazhdon gjatë pa u arritur fëmia, vajza, individi të vetë rregullohet, pra të ketë apo mekanizmat e veta të vetë rregullimit, pra të frenohet në një mënyrë të imponuar, një frenim i brendshëm, atëherë në këto raste rreziku për ankth, depresion apo çrregullime psikiatrike në ato momente, muaj më vonë apo vite më vonë, është shumë më i lartë se sa në pjesën tjetër të popullatës. Pra, do të kalojnë dhe do të bëjnë në një moment të dytë problematika të tipit psikiatrik dhe prandaj është shumë e nevojshme një diagnozë apo dhe një trajtim.